Esat Curani, i biri Haxhis, vjen nga fshati Cura i Rashtishës së Epërme, një treve mbushur me histori, rrënjë të thella dhe njerëz të punës. I lindur në vitin 1974, Esati e nisi udhën e dijes në shkollën fillore 4 vjeçare në Rashtish, për të vazhduar me pas arsimimin 8 vjeçar në shkollën Bedri Elezaga në Katërkoll. Me një pasion të hershëm për mikpritjen dhe shërbimin, ai zgjodhi të ndiqte gjimnazin Vllazërim Bashkim, duke u përqendruar në degën e gastronomisë dhe turizmit, një fushë që do të bëhej themeli i të ardhmës së tij profesionale. Por rruga e Esatit nuk nisi nga hiçi. Ai trashëgoi jo vetëm mbiemrin e të atit, por edhe punën dhe përkushtimin që Haxhia kishte treguar në ndërtimin e një biznesi familjar. Ky restorant, Panorama, që shumë kohë njeh si një vend mikpritje dhe shije, u bë jo vetëm një mjedis pune për Esatin, por një pjesë thelbësore e jetës dhe identitetit të tij. Mbi 3 dekada përkushtim, menaxhim, zhvillim dhe dashuri për atë që bënte, e kanë kthyer këtë biznes në një simbol të qëndrueshmërisë dhe unitetit familjar. Esati flet me përullësi dhe krenari për këtë udhëtim, duke theksuar se suksesi i tij është fryti i një pune kolektive, ku çdo antar i familjes ka dhënë kontributin e vet. Restoranti nuk është vetëm një vend pune, është një shtëpi e dytë, një trashëgimi që ruhet me kujdes dhe që përcjell tek brezat e rinj vlerat e bashkëpunimit, mikpritjes dhe përkushtimit. Megjithatë, përtej biznesit, në zemrën e Esatit qëndron një dashuri e madhe dhe për vendlindjen e tij, Rashtishën. Ai flet me dhimbje, por edhe me shpresë për boshatisjen e vendlindjes dhe për mërgatën që çdo ditë më shumë e largon rinin nga rrënjët. Në fjalët e tij ndihet mallëngjimi për të kaluarën, por edhe një thirrje për të mos harruar prej ngavim. Përshëndetje miq të ekranit të televizionit të UTA. Takohemi në emisionin Portret. Sot, siç e shihni edhe vetë, jam me një pamje të bukur në Rashtish, në majet të Rashtishës, në restorantin Panorama. Unë sot këtu nuk kam ardhur rastësisht, kam ardhur të flas me vetë pronarin e këtij restoranti, Esat Curani, i cili do të na flas jo vetëm për kuzhinën e këtij restoranti, jo vetëm për se si ka filluar ky biznes, por do të na flas edhe për jetën e tij. Përshëndetje. Faleminderit. Atëherë, si televizor dhe si ekip, shumë faleminderit që keni marrë këtë iniciativë. E mira e kësaj zone është që këtë zonë mundohemi ta ngrisim së bashku, kuptohet edhe duke parë edhe karrierët e çdo pronari apo çdo afaristi që vepron këtë zonë. Të thënë të drejtën, iniciativa e këtij lokali ishte nga të ndjerët prindrit e mi, edhe manaj e vazhdojmë ne si familje, do të thotë unë dhe bashortja ime, që të vazhdojmë, besojmë inshallah do të lajmë edhe traditë edhe tek fëmijët tanë, të djali jonë, të bëjmë një prezantim të kësaj zone, të këtij vendi apo të kësaj natyre. Të thënë drejtën, vullneti ishte shumë i madh që ne të vazhdojmë dhe të elaborojmë, të punojmë në këtë zonë. Vështirësitë ishin si të ndryshme, duke e ditur që transformimi nëpër sisteme nuk ka qenë shumë i lehtë, sepse çdo gjë dhan kujdes, por vullneti për punën na ka bërë që të mrim deri te një normalitet i një biznesit mikro i vogël. Po na flisni pak kush është Esat Curani, na tregoni në cilin vit lindet, u rritet në këtë vend që po vazhdoni të jetoni, na tregoni pak për fëmijërinë, sa ishin kushtet e vështira. Si zonë, është zonë e vogël, unë jam normal Esat Curani, jam pronari i këtij restoranti, i këtij objekti. Kushtet fëminore ishin shumë më të vështira të asaj kohe, sepse ishte një sistem i cili nuk merrte frym ashtu siç duhej dhe vullneti i madh që të arrihet dhe të bëhet diçka, është kjo punë të cilën e bërëm në së bashku me familjen time. E veçantë është të theksoj se unë kam marrë shkollën në fillore në Bedri Elezaga, do thotë në fshatin Rashtish, është shkolla 4 vjeçare, mandej kemi vazhduar shkollën
edhe 4 vjeçare, do thotë 8 vjeçarja në 4 kohë, dhe ma vonë kemi marru për gastronomi në gjimnazin Vllazërin Bashkim. Atëherë kushtet të asaj kohe, siç e theksova edhe më përpara, ishin pak më të vështira, u deshte të shkon të kam, u deshte të lagësh, u deshte të ngrish, u deshte të ecsh me përpyll. Kështu që me kohën e sodit, me femininë e sodit, janë kushtet shumë diferente. Por vullneti i madh, dhe masi që gastronomia ishte tek familja ime, në diku kemi rreth 60 vite traditë në gastronomi. Indjeri babi im ka punu kur më përpara tek hoteleria në Tivar, do thotë ishte pjesë shtetnore. Edhe mandej e vazhdume na lindi ideja që të bëjmë këtë biznes, se ti përkushtohemi edhe familjarisht kemi ngritur që të bëjmë një pjesë të vogël të një mikrobiznesit dhe një ofertë të kësaj zone. Ju vazhdoni, përfundoni shkollën e mesme në Vllazërin Bashkim, thatë. Pas asaj, ishte babai, e kishte filluar veç babai këtë biznes tuajin? Ne filluam në vitet 90-ta. Dokumentacioni për plotësimin e kësaj kërkese filloi diku në vitin 1988. Vështirësitë ishin si më të mëdha. Në sistemin e më përparshëm, do thotë u deshte të merresh disa pëlqime. U deshte të merret çak pëlqimi edhe nga ushtria jugoslave dikur. Do thotë ideja ishte që kjo restorant të funksiononte në majën e malit në Tarabosh. Ndërsa në atë kohë u kthy një përgjigje që restoranti duhet të jetë minimum 2 kilometra jashtë pikës kufitare, jashtë kufinit prej se ku gjendet kufini. Mirë po babi atëherë vendosi që ne të bëjmë këtë restoran sipër fshatit ku jetojmë, përndryshe na jetojmë në këtë fshatin e quajtur Curaj, do të thotë rashtishës e epërme ose rashtishës e sipme, kështu që me të thënë drejtën, vështirësitë ishin si më të ndryshme, por vullneti i madh, njerëzit normal kur e kanë vullnetin edhe kur e ke gjithçka te kalohet si thohet, realizohet në realitet. Kjo tokë ku jemi këtu, ishte juaja? Në fakt ne kemi bërë kërkesën bashkë komunës dhe u bën pronë jona. Si të thash edhe më përpara, vështirësitë ishin shumë të mëdha. Aplikuam edhe për legalizimin, presim që dash zotit të ecin punët më përpara. Qa vlen të theksohet, mendoj se ndoshta nuk është mundësia shumë e madhe të bashkia apo të komuna, sepse që ne kemi afër 40 vite dhe mendoj që ja vlen që një brez, brenda një brezit, diçka të arrihet apo të legalizohet. Se përket dokumentacionit ne kemi kompletu gjithë dokumentacionin, vështirësitë janë si më të ndryshme, do thotë sepse duhet të pruhen ligjet. Mirë po tu jemi, do i përmbahemi çdo rregulli që duhet, çdo kushti që do vejnë normal institucione shtetërore, dhe do e shohim a do t'i arrisim qëllimet që të bëjmë edhe, si thash më përpara, mbas 40 viteve të kemi një objekt të legalizuar. Sa vjeçar ishte kur babai jot hap këtë biznes? Po, masi që marrëm me shkollën e mesme dhe që marruam me degën e gastronomisë, ne startuam këtë lokal. Unë i kishe dikun afër 17 vjet e gjys, qysh atëherë nuk kemi ndarë nga kjo punë, tani veproj me bashortën time, do thotë punojmë bashkë, kemi një biznes të vogël, me dekada që kemi kaluar me për tranzicion të sistemit, normal që jemi hasur me shumë vështirësi, sepse problematika është punësimi, duke e parë se për çdo vit edhe zona vjen duke u zvogëluar, atëherë punësimi, rinia tenton të jetë ka qyteti, ka në thënë të drejtën edhe nga emigrimi që ikin gjithë, mendoj se
ja vlen edhe fshati dikush të investojnë apo të krahasohet, të bazohet në këtë turizmin rural dhe të bëjmë një ofertë më të begatëshme. Po, në trego sa ka rritur ky restorant të mbush të krijoj identitetin tuaj? Po, unë mendoj se na kemi bën një bajagi, si thonë një farë brendi, si për familjen tonë ose për restorantin, ashtu edhe për zonën. Sa të ka mbushur ty? Sikur familje normal që jemi të kënaqur, sepse jetojmë nga mundi, nga puna, sikur zonë, ndoshta zona mund të flasin më mirë çka ofrojmë ose çka prezantojmë përmes këtij restorantit, sa i përket edhe institucioneve shtetërore, si lokale dhe ato të qeverisë në pushtetin e Malezi, ndoshta për të zonat rurale është një apel nga unë që të bëhet më tepër, në kuptimin të mbijetojnë njerëzit me ato pozita se ku gjenden. Unë mendoj se gastronomia dhe pjesa e fshatit apo bujqësia apo zona blegtoria apo çdo sektor i bujqësisë janë shumë ngushtë të lidhur. Vlen të theksoj si biznes i vogël, mendoj se kontriboj mjaft të vendi, dua t'i theksoj disa pika që t'jemi qartë edhe për dëgjuesin që të dëgjojnë. Në bashkëpunim i kemi diku minimum po thëmë 15 partner, që direkt apo indirekt vlerësohen apo kontribuohen përmes këtij biznesit mikro të vogël. Në shumicën e klasifikimit të ushqimeve e bajmë nga zona jonë. Për tek restoranti jonë specialitetisht ushqimi nacional ose peshku i liçenit të Shkodrës. Të përfshi krapin, do të thotë mundësinë tonë në bën prezantimin e zonës dhe ndihmon peshkatari. Atëherë edhe një pjesë tjetër që vlen të theksohet, gjithashtu kemi filluar vitet e fundit të bëjmë një brand në mishet apo ushqimin nacional, siç janë mishi i qingjit dhe mishi i kecit. Zakonisht çdo përim e blejmë edhe të zona, mundohemi të furnizohemi të zona, dikush që e din vlerën, ndoshta mund ta shpjegojnë pak më mirë këtë apo mund ta shohin prej këndit vet edhe më mirë. Nuk është që gjithë njerëzit mendojnë kështu, por unë mendoj që një kontribut mjaft të madh e japin si biznes i vogël. Mendimi im apo veprimin në këto zona rurale apo në këto zona është normal që duhet të shikojmë gjithë si kolegë apo si partner që të formojmë menyn se çka i takon zonës. Kështu që nëse do të hapësh një restorant apo se do të vazhdosh me një biznes të vogël, normal që do të shikosh pozitën e atëherë të krijosh menyn. Përafërsisht në lokalet të qytetit tonë që nuk më pëlqen si gastronom është që bëjmë përshkrimin e menyve, i bëjmë gjitha gjanat ngjashme. Unë mendoj sa i përket pjesës gastronomisë mund të organizohemi pakës më mirë dhe më kvalitativ, sepse do të japim edhe një mesazh më të mirë te klienta jonë, si klienta vendase, ashtu edhe te klienta e huaj. Një pasqyrë edhe të traditave. Një pasqyrë të traditave, normal se nuk mund të kesh një restoran nëse nuk ke një tradit. Normal, një tradit si në gastronomi, ashtu edhe një tradit familjare. Unë mendoj se gjithë ato i kemi, mendoj se si zonë mund t'i elaborojmë edhe më mirë, edhe më bukur, t'i vejmë në një hartë më të bukur. Vizita e klientave normal që varet prej organizimit organizatës turistike apo organizimit turistik. Vlen të them se
ndoshta e mira e gjithë zonës, apo e mira e gjithë bizneseve të vogla, sidomos bizneseve që merren me gastronomi, është që ti shikojmë pakës më mirë mënyrën e organizimit, më të thënë drejtën kam pak kënaqësi sa i përket organizimit turistik. 35 vjet veprojmë si veprimtari. 35 vjet. Si thuhet në zonën e Anës Malit, lezetishtë edhe më armë të pa dikush më thonë, a duke të shka. Nuk është të thonën me thonë, me të një mund në kuptimin diçka që nuk mundet me të një, por me të pytë. Shto që unë mendoj edhe bëj apel që nëse do në të krijojmë një organizim turistik të mirëfill, bashkëpunimi është i pashmangshëm. Nëse nuk bashkëpunojmë, nuk mund të arrisim qëllimin. Po, në tregoni pak pas kësaj kuzhine, kush fshihet ju, bashortja, kush më shumë? Unë normal bëjmë ekstra vetëm restorantin, do të bëjmë restorantin, nuk bëjmë kafeterin, nuk bëjmë espres restorantin, po bëjmë i përmbahemi vendimit që kemi marrë. Edhe kjo nështë e shumë e rëndësishme, normal që ne kemi një biznes familjar të vogël dhe mos kuzhinës time normal që punojmë si familje kam bashortin edhe nimës punëtore të kuzhina, por dua të ceki edhe diçka të... Sa jeni edhe ju të përfshirë? Ja dini? Po ja dalim, disi mundohemi që t'ja dalim. Flas, ja dini kuzhinës edhe ju? Normal, po, normal. Ne një falenderim të veçantë kishe çu për profesorin Rushdo Dervishi, për mu ka kenë babi dytë, kuptimin se i përket gastronomisë, normal që jam përkushtuar në shkollën kur ishim në gjimnaz, ai na ka dhënë begën e shërbimit, kështu që shfrytëzoj rastin ta përshëndes. E kemi pasur edhe në emisionin Portreti, jo shumë kohë më parë. Mund të them që është një ndër gastronomët më të mirë, fatkeqësisht tipat të ngjajshëm ose kolegë të ngjajshëm të zotërisë Dervishi, rinia së brezi ri i kanë lënë mos duret, që është një gabim shumë i madh. Je dëshpëruar ndonjëherë jo te dëshpërimi konkret, por je dëshpëruar ndonjëherë të thuash që duhet të heq dorë nga ky biznes? Të drejtën. Që të them të drejtën, ndoshta kohët të mram, kohët të vitet e fundive, ndoshta ndonjëherë edhe ka ardhur ajo ide. Dëshpërimi më i madh sa i përket gastronomisë, që të thënë të drejtën është kur ti shef gabime. Nëse shef gabime si të vetja ashtu dhe të partnerët, atëherë hupen vullnetin për një punë. Pse e them këtë? Sipas mendimit tim, duhet t'i lajmë gjithkuj hapësirë. Gjithkush duhet ta ketë hapësirën e vet. Në qoftë që e kemi mirë organizimin, për gjithë neve ka punë. Mali Zi apo komuna e Ulqinit është shumë e vogël se sa mundet me marrë turist. Sa mundet globaliteti me na nisë turist. Sa jemi në taft të thithim ato resorte. Ajo është një pyetje tjetër, ajo është një pyetje që duhet t'ja shtrojmë vetvetes. Asaj përket turizmit, flas për kohën e sotit, jo kohën e dikurshim që ishin të izoluar apo të bllokuar apo kohën e Covidit që ishte problem global. Nërsa koha e sotit, unë mendoj që ne jemi shumë komunitet i vogël se sa mundet, ose shumë ofertë vogël për turizmin botëror. Zhvillimi i turizmit nuk më varet prej një pjesë të vogël. Zhvillimi i turizmit më varet prej krejt zonës të një pjesë ku vepron. Zhvillimi i turizmit nuk mund të them, valla e kemi një hotel bukur dhe me te mburemi. Ke një hotel bukur, por nëse ke një borllog për bri, nuk ja vlen. Duhet t'i bëjmë konceptimin e disa sendeve, por ai nuk bëhet pa bashkëpunim. Në fund, kur biseda kthehet tek familja, zëri i Sadit merr një tjetër ngjyrim, më i butë, më emocional. Ai flet me mirënjohje për përkushtimin e të gjithë familjarëve, por fjalët më të ngrohta i rezervon për bashorten e tij. Kam bashorten time që jam falënderues, se kam krahin e djathtë të timin, kam edhe djalin,
e kam në fakultetin AB në Kosovë, do të thotë duke marru ekonomi, biznes dhe turizëm, dashur të pres që të menaxhoj këtë restoran edhe më mirë se unë apo këtë biznes të vogël. Ka shprehur interesim? Normal që po është ala, si thonë, në të fazën e krijimit të personalitetit të vetë, të personazhit të vetë, por mendoj nëse ka vazhdu babi jem edhe unë atëherë. Besoj që edhe ai do të jetë një menaxher i mirë i këtij restoranti apo i kësaj zone të zonës. Përmende bashkëshorten që nga hyrja jonë këtu në restorant dhe shoqja ime e jetës. Sa jeni të lidhur? Sa mendon që kjo lidhshmëria juaj apo menaxhimi i një biznesi së bashku keni arritur që ta bini të jepni emër këtij vendi, sepse të themi të drejtën, nuk ka njeri në zonën tonë që nuk e njeh këtë restorant dhe nuk lavdëron pjatat e këtij restoranti. Po të thënë të drejtën, sa i përket fillimit të bisedës që bërë, normal ai është çelësi i derës, çelësi i shpirtit, çelësi i zemrës. Nuk e vjen dëshim, është partneri i djathtë, dora më e fortë e këtij restoranti apo e familjes time. Normal që jam falenderues. Ka vlerat shumë të mëdha te kuzhina jonë. Në fakt, barën apo të rritin e krejt këtij restoranti ban bashkëshortja ime, tha që ka disa ndihmëse për bri, do thotë mund të them me plot gojë që ajo është një gastronome e mirë e restorantit ose një organizatore e mirë e kuzhinës, normal që përbusi ka dhe 2-3 ndihmëse që mundohemi të organizohemi sa më mirë. Në të thënë drejtën, veçantë është tek familja jonë edhe tek normal edhe të bashkëshortja edhe tanë që klienta të jetë shumë e kënaqur, sepse pjata është gjithçka. Mund të jetë bukuria shumë e mirë, por nëse pjata nuk është e shijshme, nuk ja vlen. Tek ushqimet, përdorni edhe tradicionalen? Po, ne si ushqime tradicionale, do të thotë jemi munduar të përkushtohemi pozitës të restoranit, si që theksova dhe tek fillimi i emisionit, do të thotë mundohemi të bëjmë prezentimin e zonës. Po sti restoranti e kam bërë një thirrje, kemi poshtë kësaj terrase një tip kantine e vogël. Aty kemi mundu që tek grupet apo manifestimet pak më të mëdha, jo grupet vogla, jo familjare, të bëjmë një prezantim të zonës. Kur them prezantimin e zonës, ne kemi shkuar që të mundohemi të klasifikojmë atë çka prodhojnë prodhuesit apo bujqes e kësaj zone. Përfshim disa vinari, do të thotë disa vera kemi, do të thotë tek kantina, edhe i kemi tek restoranti. Përfshim disa ullishtar, do të thotë kemi bëthiri edhe të disa ullishtar që atë të klasifikojnë vuajin e ullirit, dhe përfshim blektor që merren me bleteri, të kemi disa mjalta, disa lëngjet e shekes e to, por thirrja ka qenë për gjithë publikën, kuptimin përmes reklames dhe të sajti që menaxhojmë në tek restoranti, por nuk janë edhe paraqitur aq pozitiv. Unë mendoj që të kishim ba një gërshetim të zonës me restorantin, jo vetëm të restoranti im, ndoshta edhe të restorantet të kolegët të tjerë, kishte kenë një organizim i mirë për krejt komunitetin për rreth restorantit. Ne jemi munduar që të bëjmë përmes agjencioneve prezentimin e këtyre ushqime apo tyre pije poshtë, duke provuar që të stimulojmë bujqet apo prodhuesit me çmimet e tyre. Ne të kemi si restoran normal përfitimet në rabat apo në plera të kufizuar në bazë shitjeve, që të mos dëmtojmë askënd si prodhues. Mirë po, disa janë paraqitur pozitive, disa
edhe nuk kanë qenë shumë të interesuar, ndoshta kanë pas edhe tregun ose janë shumë të vegjël, por unë them që restorantet janë shumë të vizituar nëse don të bësh një prezantim të mirëfill të një bujku apo një prodhimi që e ke kualitativ. Do thotë një gjë autentike një gjë autentike. Atëherë sa i përket ushqimeve nacionale, në thava edhe më përpara më tepër të potenciojnë peshkun e liçenit, sepse jemi afër pozitës që çon rruga që çon për liçenin e Shkodrës, bukurit për mbi liçenin e Shkodrës, ashtu i quaj edhe ashtu i prezantoj, sikurse edhe peshkun apo porcionin e krapit, unë tek restoranti im shumë klientëve të huaj thon princi i liçenit, ato shikojnë thon ç'është ky princi i liçenit, por kur e shijojnë më të vërtetë thotë keka perfekt. Edhe siç thash, tu pa gjithë këtë natyrë që është plot me lule, plot me bare, kuptohet. Ushqimi mishit qingjit apo mishit kecit apo mishit viçit është jashtëzakonisht i mirë, sepse veçanëriteti është perfekt. Për në fond dua të flasim pak për rashtishën, për Curanet nga dhe jeni. Sa shtëpi kanë mbetur akoma? Shumë pak. Ajo është që në brangos komplet komunitetin. Të them të drejtën apo të flas me gjuhën e lirë, nuk jam i kënaqur. Tek ne dikur thohet me një lule nuk vjen pranvera, të flas për katundin tim numëron diku afër 12 shtëpi në fëminin time apo në moshën 7 vjeçare, dikur ishim 30 fëmijë që shkoshim bashkë, do të vetëm në katundin tim që shprit 12 shtëpi shkoshim bashkë tek shkolla e Rashtishës. Ishin minimum diku më afër. Ekziston shkolla akoma? Ekziston shkolla akoma, hapur është, por jo në atë kapacitetin e fëmijëve dikushëm, apo nuk di këtë të fajsojnë, ndoshta duhet të fajsojmë edhe vetë në veten apo modernizimin e jetës së re, por mirë nuk është. Do thotë dikur thash kanë qenë dy paralele, paraditje, dy masditje, do thotë dy rashtisha e poshtme dhe rashtisha e epërme, me 4-5 katunde, i thojmë në zonë, si Curajt, Mikajt, apo Telajt, apo poshtë Doçajt, Hoxhajt, Tulajt, kemi pasur afër 90 fëmijë. Ndërsa tash nuk e di, ai numërojnë 13-14 krejt të dyja. Rashtisha do thotë është ramje drastike. Por që ndoshta ka ndikuar edhe pjesa e emigrimit të popullatës, të cilët kanë shkuar në Amerikë, në Mërgat. Por mirë nuk është puna, do të thonë të drejtën krejt katuni në 13 shtëpi janë 16. Ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë që kishim ditën e sotme. Respekt, faleminderit. Faleminderit që ndat me ne, jo vetëm jetën personale, por edhe arritjet e tua dhe krijimin e një biznesi që sot edhe lavdërohet. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Falenderojmë atje dhe shikuesit e ekranit të televizionit të UTA që qëndruan me neve këtë minutazh me këtë pamje jashtëzakonisht të bukur. Ne takohemi javën e ardhshme në orën 8:30 në po të njëjtin ekran me mua Unida Trume.